Istihada do thote vazhdueshmëria e rrjedhjes së gjakut. Gjaku rrjedh vazhdimisht. Ndërsa kjo është domethënë është në aspektin gjuhësor. Ndërsa në aspektin terminologjik do të thotë, këtë mund tash domethënë t'ja veni mendën, rrjedhja e gjakut në kohët jo të rëndomta dhe rrjedhja e atij gjakut nuk është si rrjedhim, si faktor i smundjes apo i çrregullimit trupor. Kësa i thon istihada. Pra, edhe njëherë të përmendi, gratë kanë edhe hajd, do më thënë të përmuajshme, kanë edhe nifas, do më thënë lehoni, kanë edhe istihada. Edhe istihada, do më thënë, i rrjedh gjak, jo nga arsyeja se ka lind, jo nga arsyeja se është do më thënë e përmuajshme, po nga çka? Nga ajo se është e smur, se ka çrregullime. Prandaj duhet ta dëgjojmë këtë edhe këtë me vëmendje, edhe ta shohim se çfarë dispozita ka gjaku i istihadas. Një asaj do të thonë që rrjedh si çrregullim që është.